Segmenti rrugor Librazh Prenja së një ndër nyjet kryesore të lidhjes së juglindjes me pjesën tjetër të vendit vjen të mbetet i bllokuar pasi rrëshqitjet masive të tokës të ndodhura mesditën e së premtes shkaktuan dëmtime serioze në infrastrukturë dhe bën të pamundur qarkullimin e automjeteve. Prej disa ditësh, specialistë të autoritetit rrugor shqiptar të shërbimit gjeologjik dhe të emergjencave civile po monitorojnë nga afër terrenin duke punuar intensivisht për të identifikuar një zgjidhje teknike që të garantojë sigurinë e përdoruesve të rrugës. Sipas autoriteteve, gjatë natës nuk janë regjistruar lëvizje të tjera dheu, ndërsa situata aktualisht paraqitet më e shndrueshme. Megjithatë, zona vijon të konsiderohet me risk, ndaj një grup inxhinierësh analizojnë skenar të ndryshëm ndërhyrjeje, teksa pritet dhe raporti përfundimtar i shërbimit gjeologjik, i cili do të ndihmojë në përcaktimin e masave afat shkurtër dhe afat gjatë për stabilizimin e segmentit. Ndërkohë, rrugët yçore përmes fshatrave të Librazhit nuk ofrojnë kushtet mjaftueshme sigurie për të përdorur si akse alternative. Për këtë arsye, autoritetet kanë orientuar drejtuesit e mjeteve drejt itinerareve të tjera. Për autoveturat rekomandohet segmenti Maliq-Lozhan, Strelc-Gramsh-Elbasan dhe Qafthan, Pogradec-Korç, Leskovik përmet Tepelen, ndërsa për mjetet e tonazhit të rënd sugjerohet kalimi përmes pikave doganore Qafthan dhe Bllat në lidhje me rrugën e Arbërit. Autoritetet u bën thirrje qytetarëve për mirëkuptim dhe durim, duke theksuar se e gjithë vëmendja është përqendruar në hapjen sa më shpejt dhe të sigurt të qarkullimit në këtë aks strategjik.